Si t'i zhdukni rrudhat? Kjo mackë do ju befasoj me rezultatin. Trajtimi i duhur i fytyrës është thelbësor për një lëkurë të ndritshme. Gjë më e rëndësishme që duhet të bëni për një fytyrë të bukur është ta pastroni të paktën 2 herë në ditë. Veç kësaj, duhet t'i kushtoni vëmendje dhe kremrave të ndryshëm të cilat mund të përdorni për fytyrën. Në këtë video do e paraqisim një recetë të shkëlqyer për trajtimin e lëkurës së fytyrës me të gjithë përbërësit të cilët janë natyral. Soda e bukës. Soda e bukës është ndër përbërësit që mund të përdoren në kuzhinë dhe përdoret për trajtimin e lehtësimit të rrullave, zbardhjen e dhëmbëve, heqjen e erës së keqe, balancimin e nivelit të pashit të lëkurës e të tjera. Vaj i kokosit është një agent i mahnitshëm antibakterial që ka veti shëruese dhe ushqyese për lëkurën edhe në lëkurën problematike. Kombinimi i këtyre dy përbërësve e bën fytyrën më të butë dhe më të shëndetshme, gjithashtu edhe më të pastër. Ndaj mund ta përdorni si një maskë fytyre me efekte mjaft të mira, dhe mos nguroni ta përdorni gjithmonë në mbrëmje.